Kjo është labëria e sipërme. Këtu toka është e pakt, por trimëria nuk ka munguar kurrë. Labëria, kjo tokë që gjithnjë ka qenë e lakmuar nga tuajt, është e mbrojtur me gjakun e trimave dhe për këtë ka mbijetuar. Labi dhe labëria mund të quhen me plot gojën të pavarur. Ata e duan tokën e tyre dhe nuk i tremben kurkujt për ta mbrojtur këtë tokë veç Zotit. Pavarësinë e tyre ata e mbronin me një push, me një copë tokë për të vjelat, korrat dhe me trica ngave. Prandaj poeti Ali Aslani do të thurte vargje labidar. Sikur Zotit më pyeste mua, ti o birë çfarë do? Domosdo do t'i thoshja, një kope me dhën që ti jetoj me to. Mavrova si emër e si fshat përmendet qysh në kohën e ilirëve. Profesor Hasan Ceka do të gjente gjurmët e një qytetërimi të lashtë dhe disa moneda që lexonin Olimpius, dhe më vonë gërmimet që u bën për qenësinë e një kështjelle që daton në shekullin e 14 dhe të 15, tregon se kemi të bëjmë me një vendbanim i lirë të shekujve të shkuar. Por nuk dihet me saktësi kur dhe kush e ka vënë këtë emër. Në përqekuj ndër legjenda 2000 ca vjet më vonë vjen kalaja mbi bedena Olympia për mbi Mavrov. Fshati Mavrovës bën pjesë në krajinë e Labërisë së poshtme. Kjo krajinë e rrethuar nga lindja, veriu e jugu me kurora malesh e kodrash të larta, të pasura me kullota, i ka të gjitha kushtet për zhvillimin e blegtorisë. Pozita gjeografike e saj pranë Bregdetit, gjarpërimi i Shushicës mes lugina shpjellore kodrinash të buta kanë ndikuar gjithashtu dhe për zhvillimin e bujqësisë e të kopshtarisë.
Kushtet e favorshme klimaterike si rezultati i depërtimit të deri në thellësi të rrjedhës së lumit, të erave të ngrohta, mesdhetare dhe mbrojtja nga erat e ftohta kontinentale, kanë favorizuar në popullimin e kësaj kraine qysh në kohërat më të lashta. Qysh në vështrimin e parë, tërheq vëmendjen pozita dominuese e Kalasë së Mavrovës. Mavrova është nga qytetet e pak që dokumentohet me emrin e tij. Emri i tij në antikitet ka qenë Olimpia. Del edhe nga Stefan Bizantini, që është një autor që sjell dokumenta më të vjetër, shekullit 3-4 para erës sonë, me këtë emër Olimpia, dhe janë gjetur gjithashtu monedha të tilla me emrin Olympastan. Kontrolli që bënte kjo në luginën e lumit, kontrollonte pikërisht të kalimin nga Gjiri Vlorës në drejtim të Kaonis në Brëndi. Është një qytet jo i vogël me sipërfaqe 16 hektar, ka 2 faza të ndërtimit, e para duhet të jetë nga ato më të hershmet, diku nga fundi i shekullit të 5 para erës sonë. Janë gjetur edhe mbishkrimet që dëftojnë strukturën e qytetit, atë që ka pas një poliark, Gramateus edhe të tjerët. Me një fjalë, është një nga rastet e qytetet më të kompletuar që neve kemi edhe që njohim. Bloqet e tij janë punuar shumë bukur, keramika që gjendet aty kryesisht është edhe amantese, ndoshta edhe e importit, diçka mund të jetë edhe lokale. Është një keramik luksi që dëfton një jetë diferencuar shoqënore. Kjo kalasë bashku me kalan e Ploçës, Amantia, në lindje dhe atë të Çerjes në juglindje, mbyllin hyrjet e daljet nëpërmjet luginës së Shushicës. Një prej këtyre zonave është qyteti antik i Amantias, i themeluar rreth viteve 350 para Krishtit, që mendohet se është ndërtuar nga fisi i lirit Aulanëve. Duke vënë plotësisht nën kontroll një nga rrugët kryesore që lidhte Gjirin e Aulonës me krajinat e brendshme të Epirit dhe nëpërmjet luginës së Vjosës me Maqedoninë. Kronikat flasin për një popull blegtor dhe me një besim pagan. Tërlabëria është influencë e këtij paganizmi. Qysh herët, ata kishin shumë perëndi, si për shembull, perëndia e zjarrit, e rrufeve, të tokës, që u siguronte të mirat materiale. Pra paganizmi ishte fe e asaj kohe. Kërkimet arkeologjike të pasçlirimit dhe zbulimet e rastit dëshmojnë për praninë në këtë krajinë të një popullsie ilire autoktone, prej epokës së bronzit dhe deri në antikitet, që nga tradicioni i shkruar antik njihet me emrin Amantine. Periudha e antikitetit është më pasur në vëmendjen e gjetje, ku numërohen dhe disa qytete e qyteza, Polisma, si në Ploçë, Amantia, Mavrov, Çerje, Hadenaj dhe Amonic. Amantinët me qendrën kryesore, qytetin e Amantjes, formonin në antikitet një bashkësi politike. Në këtë kuadër gjeografik historik,
dhe politik ka bërë pjesë edhe qyteti i lirë i Mavrovës. Kjo kala e ndërtuar nga fuqitë perandorake tregon se këtu kryqëzoheshin rrugët me rëndësi strategjike. Qyteti i lirë Olympe përmendet për herë të parë nga Stefan Bizantini, një dietar i shekullit të 6 të erës sonë, po që bëri një listë të qyteteve të lashta të antikitetit, ku e përmend Olympen si qyteti i lirisë. Kalaja për të mbrojtur ushtrit që do të kryqëzoheshin në krainën e Labëris, e cila u siguronte mbrojtje në udhëtimet e tyre të gjata për një destinacion të largët. Vet ambasadori Bonapartit në Janin, në oborrin e Ali Pash të Pelenës, François Pouqueville, do të përmend tek të kalasi një qëndres, fortifikim në zemër të Labëris, por ajo që e shton më tutje enigmën e qëndësisë së kalas është dekalimi i fshatit nga Olympius në Mavrov. Nga simbolet, që ishin simbole që ngjanin me Amantian, por dhe me Apollonin, e përcaktoi vendin e qytetit diku në luginën e Vjosës. Emri Mavrov ka shumë interpretime, por siç thot profesor Ceka, duhet të jetë toponim helen, por jo grek. Thonë se atje është edhe një gur i cili në ditët e sotme quhet nga banorët guri i Priftit. Pra ky fshat ka qenë qyshherët nën influencën e perandorisë së lindjes, me qendër Konstantinopojën. Por nuk kemi asnjë të dhënë, qoftë me të thënë, qoftë me të shkruar, ose dokumenta që vërtetojnë ekzistencën e një manastiri, praninë e murgjve dhe murgeshave. Më vonë, Burhan Dauta, i cili bëri kërkimet arkeologjike në kështjellën e Mavrovës, në rrethin e Vlorës, pat më shumë fat, sepse përveç monedhave të qytetit që gjeti gjatë gërmimeve, gjeti edhe disa vula mbi tegulla që mbanin të njëjtën emër, Olympastan, që do thotë komuniteti i Olympasve, i banorëve të qytetit Olympe. Në një mënyrë të tillë, pak nga pak u përcaktua edhe karakteri vetë qytetit. Unë pata bërë një studim mbi qendrat e fortifikuara të Amandëve në vitin 1975 dhe përcaktova 2 periudha në zhvillimin e këtij qytetit lashtë. Periudha e parë i takon fundit të shekullit 5, fillimit të shekullit 4, pra është nga qytetet më të vjetra të krijuar në territorin e vendit tonë, menjëherë pas Amantias, dhe bënte pjesë në territorin e Koinonit dhe bashkësisë Amantëve, e cila del që nga mesi i shekullit 5 para erë si kundërshtar e Apollonisë, në një luftë që zhvillohet diku në luginën e Vjosës. Periudha e dytë i takonte gjysmës parë të shekullit 4, ishte paralele me Bylesin, diku nga vitet 370-350 para erë, dhe qyteti pastaj ishte zhvilluar në mënyrë normale, në sipërfaqe rreth 25 hektar nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Gërmimet e Burhan Dautajt përcaktuan edhe një fazë edhe më të hershme, që fillimet e qytetit vendoseshin në formën e akomat një qendre proto-urbane rreth shekullit 6 para erë, me prezencën e keramikës së importuar nga Apollonia, nga kolonia e parë që ishte krijuar në atë territor në luginën e poshtme të Vjosës. Kërkimet e mëtejshme arkeologjike krijuan dhe idenë e qytetit mjaft zhvilluar. Një mbishkrim antik që u gjet në territorin e qytetit tregonte për një organizim pak më të veçantë, ndryshe nga qytetet tjera që kishin një prytan në krye të pushtetit ekzekutiv, qendra e Olympes kishte një politarkes
një lloj funksionari cili ishte imituar nga administrata maqedone dhe ka shumë mundësi që mbi shkrimit takonte viteve 100 po themi rreth vitit 214 deri në 198 para erëson, kur kjo zonë u pushtua nga Filipi i Pestë i Maqedonisë. Kërkimet arkeologjike natyrisht janë ndërprerje prej kohësh, por Olympe mbetet nga qendrat më interesante për sa i përket zhvillimit qytetar të ilirëve të lashtë. Mbetet për t'u kthyer në një park arkeologjik që të vlerësohet jo vetëm pjesë antike, muret antike të Kalas Mavrovës Olympes, por edhe arkitektura e disa godinave të cilat me të vërtet janë godina të rralla të arkitekturës popullore të vendit tonë. Ky fshat dallohet nga fshatrat e tjerë të lumit të Vlorës. Ka diçka të veçantë dhe të theksuar që nga emri deri te një farë thjeshtësie estetike të veçantë. Po t'u referohemi udhëtarëve të ndryshëm të huaj deri te Bajroni tregojnë për njerëz të fortë dhe femra të bukura. Këta kanë treguar për burra të veshur me të bardha, kokë e këmbë, me guna të qëndisura me shumë shije, kurse shtëpitë shumë të pastra, të shtruara me qilima dhe me postiqe të lara dhe të kreura me kujdes. Tregojnë se ishin njerëz të pavarur dhe kapriçoz. Arkeologu i parë që ka dashur ta identifikoj dhe me të drejtë Kalan e Mavrovës ka qenë profesor Hasan Ceka, që e kërkoi diku në zonën e Tepelenës, po edhe jo mëtej, por nuk e pruri asnjëherë në këtë zonën e Amantjes, si që ishte Kalaja e Mavrovës, apo një kala tjetër e Cerjes që ka aty përreth. Kontributi i profesor Hasan Cekës, profesor Cekës, ishte i madh, si në shumë drejtime për arkeologjisë shqiptare, llogaritet ndër korifejt e arkeologjisë tonë, që e afroi vendgjetjen e qytetit të Olimpes deri në Tepelen. Kjo pasandaj na dha mundësi që t'i shtrim edhe më poshtë kërkimet dhe gjurmimet deri sa arritëm edhe në Kalan e Mavrovës. Pasandaj, zbulimet arkeologjike aty bënin identifikimin e plot të tij me emër, edhe me prerje monedash, me pasuri të mira të industrisë keramike ose balte, e tjera si qytet tamam, qytet me kulturë të mirëfillt ilire, të tushtë puna. Gurët janë gjetur aty dhe janë marrë aty dhe janë punuar aty. Sepse Kalaja e Rrethunit, si i thonë, për para që i thoshin qytetit të lashtë të Olimpes, ngrihet me informacion tërsi shkëmbor. Sidomos në pjesën këtej veriore, ku shkëmbejt bjen thik, gati deri në 30 metra lartësi, aty poshtë ne kemi gjetur dhe gurë të punuar, ose gjysëm të punuar. Pra, vendi i gurëve dhe i guroreve është aty, dhe vetëm aty, në kohën e antikitetit. Popullsia vendase, ilire kuptohet, ka qenë një popullsi që ka përfituar nga qytetërimi antik, dhe e ka zbatuar atë, e ka përqafuar, dhe e ka krijuar edhe ato me intonacionet e jetës së saj, e gustos së saj, përveç prodhimeve antike të lashta që importoheshin nga Greqia, vendi më i afërt. Veç në dhomat e pritjes, gratë ishin të ndaluara të futeshin dhe shërbenin vetëm burrat. Pukvili do të shënonte se këta ishin të armatosur me armë të stolisur me argjend, si që ishin pushkët, jataganët dhe pisqolla.
Me emrin Kalaja e Mavrovës, apo me toponimet të tjera, si Maja e Rrethunit, Kalaja e Çakallovajve, quhet një nga kodrat më të larta, 284 metra mbi nivelin e detit, me strukturë gëlqerore, që ngrihet në krah të djathtë të rrjedhës së mesme të lumit të Shushicës dhe vetëm 3 kilometër në veriperëndim të kotës, në rrethin e Vlorës. Një rrugë automobilistike sekondare që kthen në të majtë arterjes kryesore Vlorë-Kot në vendin e quajtur Shkallë, të çon për disa minuta në fshatin Mavrov, rrëz mureve të Kalas. Në verën e vitit 1974, Instituti i Monumenteve të Kulturës nën drejtimin e autorit ndërmori një ekspedit me karakter konservues. Të dhënat e përfituara nga pastrimet e vrojtimit mbi sipërfaqe të Kalas, si dhe nga ndërhyrjet konservuese në disa trakte të dëmtuara të murit rrethues të qytetit, rritën interesim për kërkime të mëtejshme arkeologjike. Kështu që ne aty kemi një kulturë të mirëfillt edhe ilire. Si që janë, po përmendim një rast, veshja e gruas ilire, që e kemi të dokumentuar në një bust, ruhet në Muzeun Historik Kombëtar, me labane në kokë, labane me kapuç që mbajnë çobanët. Kemi dhe një tjetër me këto që mbajnë averiu, këtu që ja bëjnë ornamentikë gjupit, gjaketës, të cilën veshje e mori dhe studioj dhe botoj akademik Andromaci Gjorgji, që e ka botuar. Dhe është me e lashta, si pas saj dhe botimit, me e lashta që është gjetur në strevën balkanike për para veshjeve të tilla që janë zbuluar edhe në Rumani. Po, në shekullin e parë të kohës të erës sonë, kohës romake. Kështu kjo është në shekullin e dytë para erës, pra shumë e hershme. Tipari i veshjes shqiptare është në pasqyruar në këtë bust të gruas, të femrës dimalite, si që i thonë në arkeologji. Të dhënat e para për ekzistencën e një kalaje, të dhënat e para, u përfituan që në luftën austro-ungareze me italianët. Pas çlirimit ndodhi ajo që u mësua që kemi në për vendet tona shumë qytete të fortifikuara, midis tyre doli që edhe në zonën e Vlorës, krasa Amantjes që ishte afirmuar e njohur, pas ka një kala tjetër në fshatin Mavrov. Kështu fillova unë me Mavrovën të gërmoj, me udhëheqëse shkencore, profesore Aleksandra Manon. Dhe bashkarisht pasandaj vazhduam gërmimet, si në qytetin e Dimalit, edhe këtu në Mavrov. Të them të drejtën për arkeologjin, aq sa mundëm bëm. Natyrisht, dy vendbanime të reja është më tepër një fat për mua dhe është shumë për historiografin tonë. Të dhënat e para u përfituan që në luftën austro-ungareze me italianët, sepse u habitën austrekët aq afër Vlorës, sa që përfitonin edhe të dhëna krahas marshimit
të dhëna të karakterit arkeologjik, historik e tjera. Dhe këto i mbani nëpërmjet specialistëve të tyre që kishin në ushtri arkeolog. Kështu kishte të zënë Austro-Hungaria Prashnikërin, një nga arkeologët e njohur të afirmuar. Kështu kishte edhe Italia përpara, deri me Ugolinin më vonë e tjera. Pra, këta vetëm sinjalizoni që është një kështjell, një kala, as gjë më tepër, as për monumentet e praninë e tyre, po as dhe për gjetje, nuk kemi të dhëna nga ata. Nuk e frenojnë dot këtë vrull të pa kontrollueshëm që ka marrë në duart e fundacioneve totalisht të huaja po e theksoj. Të marrim Butrintin, të marrim Finiqin, të marrim Apolloninën kryesore, Durrësin e tëra, do shikoni që atje drejtohet, punohet, botohet e tëra, sipas nevojave dhe kushteve që vënd të huajt kur marrin përsipër këtë fundacion. Unë jam lindur në Mavrova. Edhe kam mbaruar filloren 5 vjeçare në Mavrova. Kështu që është vend lindja ime. Interesant është një fakt që duhet nënvizuar. As profesor Apollon Baçi, arkeolog dhe drejtori i monumenteve të kulturës në Shqipëri, as profesor Ceka dhe as profesor Buran Dautaj nuk e kanë identifikuar fjalën e emrit Olimpia. Mavrova është nga qytetet e pak që dokumentohet me emrin e tij. Emri i tij në antikitet ka qenë Olimpia. Del edhe nga Stefan Bizantini, që është një autor që sjell dokumenta më të vjetër, shekulli 3-4 para erës sonë. Sa ishte Hasan Ceka, që në një vështrim mbi monedat e gjetura në Shqipëri dalloi edhe disa monedha që takonin qytetit i lirë Olympe. Kalaja e Mavrovës, që më vonë e identifikua me sajtë mbi shkrimeve edhe në keramik, në balt, edhe në gur, me emrin e Olympas. Qoftë ajo e nënës Aleksandrit të Madh apo bijës së Piros e Epirit, ata nuk e kanë marrë përsi për të shpjegojnë modifikimin ose përqasjen e këtyre dy emrave, se çfarë lidhje kanë. Do të duhen vite të tëra dhe gërmime të mëdha për të sqaruar këtë enigmë që lidhet me fshatin Mavrov. Ky fshat, ose kjo epiqendër derisa ka një emër të tillë të madh, duhet dikush të jetë. Dhe si thot profesor Buran Dautaj, duhen patjetër gërmime e studime dhe përqasje, dhe nuk është një çudi që e vërteta të jetë më e madhe se çudia. Koha do të vërtetojë që fenomeni do të jetë më i madhërisëm se sa njohja e deri tanishme.